Faruk, ky personazh këtu para neve, edhe na vendi ku jemi këtu, jemi në pikën që është njoft gjithmonë si kulla e Zhliepit. Edhe personi, edhe personaliteti që kemi përparan, e ka marrë epitetin edhe emrin Hoxh Kufini. Hoxh, pse ki marrë këtë emrin? E ka marrë emrin dhe shumë i lumtin parasysh se më të vërtet kur ka ndodhur ai rasti i parë që më na penguar mas me dal popullin mas me lon rat për këtë kufi, 2 vjet pe Luka e Narion fal kanë thonë po çështu edhe unë kam marrë iniciativë me xhamot edhe mi përkra, i kemi përkra në forma të ndryshme, mënyra të ndryshme, e kemi bllokuar rrugën, kemi bën protesta, o e se milion pa shku të deputetët, të ministritë, mas nomi jemi shku edhe te Instituti i Gjeografisë, të profesorat, doktorat, të kemi thonë çka jem ka bojmë, nëse jem dallash, për largohem. Kallzonani. Kallzonani, ata profesorat, doktorat, ata janë shkollum, ata e din, gjeografi din, Kufini, ka thonë mas jush jemi, atëherë na jemi aktivizuar më të madhe. Ktu ndola veç për me tregu një 4 sene dokumente. Dhe që ku jemi kon pika tani herë. Qëtu deri qëtu e ka asfaltuar rrugën Graniti i Shkupit para lufte. Pse Graniti i Shkupit nuk shkoi me anena. Po e ka pas projektin Krajina Socialiste Autonome e Kosovës, projekti dhe qëtu me asfaltuar sot bazën e kanë të vorët e Radasit, jënë ato betonierat që jënë halatis mund me e kërkur. Gjurmët aty. E dyta, qyre knena, e shenë atje është RTP-ja Prishtinës të antena. Po, për Prishtinës. Ajo e ka qitë atje, jënë njerëzit, jënë data, jënë këtë. Të qaj largë përsu si që atje? Po, nuk përdo, këtu po është antena manina. Kur jemi edhe të bandera, të shtyllat e përsus, po? Rrymës. Ata kanë thonë eksperta dhe këtu mund e vërtetue. Deri aty është tjetër shtyll, knena tjetër shtyll, formë tjetër. Dhe më thonë jënë dokumentare. Qëtu knena është Molizi anena këne, që knena është busha. Fshati bush dalin me shumë stone, po edhe knena janë disa stone të bushës. Ku jem shku të kryeministi Isa Mustafa, o konë Murat Meja Lila që era me të parti e bikon, Isa Mustafa e qiti, Meja qiti në dokumenta qyre, banorët e lbushës ta kërkojnë leje për me dalë më shku në Rëzhaj. Tha shumë e vërtet kryeministi e atërshëm. Parasyse, kur dalin lbusha që knena, duhet që pjesat e poshtë, duhet me morë leje në Rëzhaj për me vazhdu për një vit, për me pagu taksën për gjohë edhe për drungë. Po për të njajtit njerëz lbushës të qonit, anena nuk pagujnë të njena, si ka gutë kërkush deri tash. Edhe një dokument shumë të fort për 4.000 letra që kemi nëzirë piltarisë. Drejtoret e konë shki para lufte, piltarë tonë, Sali Quka, Imer Gjura, Abdullah Alia, shumë tjerë, ta në herë në deri këtu i kanë nrujt pyllin mes po vjedhin shqiptarët, mi ndonë deri këtu, dhe kënjena s'ju ka interesu hiq. Edhe i ka një shtozë 10, del ato lëp, edhe drut i ka një atje për mi dërgue me pagu taksën në pej. Mune po mërzit në pak, shumë parasysh se jënë dalë disa njerëzi analista është po kujton që din geografia, astronomie, kimie, biologjie, gjithë ka po raset edhe ka Kufini ku s'di kur gjohë hiq. Tjetra non, po më intereson mu pak edhe prej deputetve, po sillen aty kishis jem advetarët mëdhej, shqiptarët mëdhej, kombëtarët mëdhej, po bojnë gjestin aty në parlament pa hishme, ata janë që e kanë qu gishtin, ja kanë ep 8.200 hektar tokë Molizi, gishti ju thafte i Malkov, ju këpuqin gishtat. Ame se këta me gjithë, edhe një rast, që tu jëmë dalë une me komisionin Amerikan, s'kanë pas qarë pa morë mu deri që kanë pru ati fete ja jo ka komisionin Amerikan, gjojë se në Amerikën e duhet, po kur duhet me morë të shka pa dhëtë Amerika. Ka thonë ata shikon geograf një fakultetit privat. Orë këtu, që tu me atë kryesoni kemi netë, në ka vetë të vorë i Bushnjokut. Ti, hoqë, tha, pse nuk ke, tha, dokument privat këtu anena. Tha, zëtri, shteti nuk i ka tokë tonë privat, ka tokë që jatë komunës edhe të shtetit. Veç një tash i deruar e Amerikan. Prej që tu ujt e knena Molizi. Prej që tu ujt dhejtë dacajt, një fshat daca i thiret atje, deri atje është tokë mali mirë. Gjoma një Boshnjak ose i Malazes që e ka mi veti, që to dhejnë dacaj, hajtë për tapi pejen. Ne në lypin tokë private, në për Malije, në për Kersha, e aty në singus kërkush. Zoti Malku deputet tonë që kanë vëtu këtë vetë. Baba hoqë, veç të stavë taj bëj pytje. Be është rëgua gishtin,
Sta ke morë, e pi pjesën e sotë. Bata zesë më të mira u pofshim. Më të mira. Bravo Hoxha, bravo Hoxha. Dardan Demaj, Mentor Movraj, Jozef Roku, Sevdije Qetaj, Shabonaj, Besi, Sami Hajzeraj, Sadriali Hajdaraj. Kjo është Hajkurrizi që fillon prej këtyre tabelave, në për Kurriz atje, ajo shtylla larg për qusit, edhe vërtet nuk më karon men, prej që sa shtyllën ndoshta edhe një 300 metra, është antena e radio televizionit Prishtinës. Tash njëjtën antenë e kanë shkru radio televizia Cërne Gore. E kanë uzurpu, e kanë morë Molizi. Aty ka qenë antenë e radio televizionit Prishtinës, në pikën e fundit. Ka që se u lodhëm edhe me këtë kufi, po është një breng, me të vërtet që na brengosht të gjithve, konë ma shumë e konë ma pak, besoj që shumë mire spjegoj Hoxha, edhe një dashta me i demantu gjitha ta ditë kur transmitum live nga Gryka e Rugovës, që theshin pse s'keni dalë në protesta, kullës të bu demarkacioni, po kanë dalë, kjo ka more epitetin Hoxh Kufini se tëndë kohën ka protestu me cindra, baneol të Rafshit, Dugaxhinit e kryesisht Pejs e të Rugovës. Bon Hoxh. Po. Morat Meha e ka një hartë, e kam në gjonë, që e mësojnë sot në zonësat e Kosovës, ka hartën që dhe që të Kufini. Po kur e u bo që këj problem tash, këj problem është politik, na e kem letat edhe të Bangladeshit, të Rusisë, të Serbisë, që të Kufini. Aj o dalë nesrit, kur e kapën për qyke, o dalë me tjetër hartë. Koha ditore ka shkru atër, Morat Meha me 2 harta. Morat Meha me 2 harta, koha ditore ka shkru atër. Morat Meha me 2 harta. Njëre qëtë, kërë që ndonë të ku jemi që tu, tjetën e qëtë atje ma vonë pa kapur. E cila tash, cilës mi besu? O, kësoj, këse herët i kemi pas letrat na, o zotri. Që kemi letrat kajtë, kemi. Mirë, Hoxh, faleminderit shumë. E fakullon është ka u bërë. Hisen Hajdari që mal sutaj, ne ju thonim të tuponat. Skëndersyla i përshëndet jo burrat fort. Falemderit që në respektojnë të gjithë, edhe falemderit për juve që për pak minuta u shoqëruam së bashku, qartë pak Hoxha, por nuk ka faj se me të vërtet ka vrapu shumë e Hoxha për ndryshe nifet si një Hoxh para se gjithash komtar, pastaj fetar, sepse Faruk Hoxha re për flamur në kohë të luftës. Hoxha re për flamur, edhe fytën me shki edhe nuk ja u ka dërzu flamurin. Prandaj edhe duhet me respektu e me qmu e me dash shumë. Shifim edhe dëgjohemi, apo hajtë shkojmë edhe me pak një grim transmitim, ka të shkojmë të poshtë, bile spaku, knaquni me këtu pamje. Bile spaku, knaquni me këtu pamje. Borën pesheni, bash 3 metra. Bash 3 metra borë. Ta shemi të ratë të poshtë në këtë pjesën ku gjithmonë është konsideru si pjesë e Kosovës. Këtnej nuk shihet prej bore, jenë shtonët e lbushës, edhe Hoxha tha këto, kjo pjesa këtnej shtonët e lbushës e kanë pagu në Kosovë, ajo pjesa